Tani e mbani më ku ishte Jezusi në kulmin e lavdisë? Në kryq. Edhe kishte në fakt një të majtë edhe një të djathtë. Po ishin kusare. Ishin ata që kishin bërë diçka, edhe që ushtria romake po i kryqëzonin bashkë me Jezusin. Tani ata se kuptojnë këtë, që ati ku lavdia e Jezusit do të jetë, ata duan. Edhe ja kërkojnë këtë. Tani, në fakt, nuk është kjo vetëm ere pare që dishekuj zien për pushtet, ose për privilegje personale. Kemi edhe vargje të tjera, që është edhe në darka e fundit, kur zishin kush ishte i pari, unë për ti. Ose edhe tek Gjoni, Jezusin ato të shumë, kur po e shikonin atë që Jezusi po bënte, ata deshin që Jezusi ta bënin mbret. Ata Jezusi ik për shkak se ai nuk deshte, nuk kishte erdhur për të bërë mbret tokësor. Për shkak se ai është mbreti i gjithë rruzëve, nuk është vetëm një kombi, një hipokrizime. Kështu që kjo është ajo që këta dy vëllezër na tregojnë këtë, që zemra njerëzore, zemra tona, shpesh kërkojnë status, lavdi, rehati, po jo sakrificë. Edhe e shohim këtë të keq kuptuar. Tani, edhe pse Jezusi pak më lart i thotë dishekuve, i thotë në vargjet prapë në Marko 10, thotë këtë, që ja edhe po shkojnë në Jeruzalem, dhe biri njeriu do të dorëzohet në pritërinë, edhe tek shkrusve, dhe do të dënojnë me vdekje, e do të dorëzojnë Këtë do të talen, e do të pështinë, e do të fshikëllojnë, edhe do të prasin, edhe pas 3 ditësh, a i do të ngjallet. Edhe pse Jezusi kishte thënë ku do vinte, çfarë do të bënte, çfarë do ndodhte me ta, ata mendojnë që Jezusi do bëhet mbreti i tokës, mbreti i Izraelit, edhe për shkak se do bëhet mbreti i Izraelit, tani ata po kërkojnë për privilegje, po kërkojnë për statuse, edhe po kërkojnë për realitet. Po me që ne të kemi ndjekur të Jezus, tani edhe ne po në pozicionin tonë. Tani në fakt Jezusi e pohon këtë, se thotë këtu në barku pak në poshtë, ku thotë, kur dëgjuan këtë, për Jezusi e thiri pranë vetes dhe i tha, ju e dini se ata që mbajnë veten sekret e kombeve, që sundojnë mbi to, dhe të mëdhenjtë e tyre ushtrojnë kushtet mbi to, me ju nuk duhet të ndodhë kështu. Jezusi po pohon që kjo ndodhë në kulturë, e ke dikë shok ose mik edhe ka një pozicion, edhe ti do të shkosh atje. Do marrësh edhe ti një pozicion, nuk ka rëndësia të takon apo nuk të takon. Do të shkosh për shkak të kushëririt ose shokut ose lekut. Tani Jezusi thotë që kjo nuk duhet të ndodhë me ju. Mos kërkoni pushtet, mos kërkoni rretullet, mos kërkoni prioritete, për shkak se më ndiqni mua. Se Jezusi do të kështu që Jezusi po e kthej këtë me mbretërinë me kokë poshtë, po do që ti jesh i madh, duhet të shërbesh. Do që të kesh pushtet, po duhet ta japësh pushtet. Kështu që Jezusi, edhe pse ata keq kuptojnë, nga ana tjetër, ai nuk i le, se do po, do të kjo me